Unë mendoj që kjo ka qenë fatkeqësia e këtij projekti, fakti që nuk është aprovuar kërkesa jonë që të vendoset një afat strikt për presidentin, se kur ajo vendos mbi çështjen e dekretimit të një kandidati për prokuror të shtetit, afati është sa i përket dekretimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, dhe ai afat është diku në 60 ditë, nga momenti kur këshillat i propozojnë si gjyqtarë dhe prokuror presidenti ta vendos për ta 60 ditëve për dekretimin e këtyre kandidatëve, dhe ne kemi kërkuar afatin diku 90 ditë, maksimumi 90 ditë. Po megjithatë ky propozim nuk ka kaluar dhe nuk ka asnjë ndryshim sa i përket procedurës së emërimit të kandidatit për prokuror të shtetit, mbetet ashtu siç është në ligjin e vjetër dhe ashtu do të jetë edhe në ligjin e ri, dhe kështu që ende është e paqartë se si do të vazhdoj ecuria më të tjeshme ose kjo saga e ushtrimit të detyrës së pozitës së prokurorit të shtetit. Ne jemi ende me një proces të cilin e kemi me ushtrues detyrë postin e kryeprokurorit. Tash tutje me këtë ligj, me plotësimin, ndryshimet dhe merisitë që janë në këtë ligj, nuk është që është definuar dhe është sqaruar qartë se si do të veprohet, mirë po Këshilli Prokurorale i Kosovës e ka me dije që emri i Blerimi Sufajt është refuzuar nga presidentja dhe Këshilli Prokurorale i Kosovës duhet ta zhvillojë procedurën e konkursit sërish dhe të dalë me emër, domethënë të zhvillojë një procedurë që është tërësisht e bazuar në meritokraci dhe në dispozitat ligjore në fuqi, është zgjedhja më adekuate dhe më mirë e mundshme që është bën brenda këtij ligji dhe risive që kam i pranuar ky ligj. Kjo formë e rregullimit në këtë ligj ndoshta do ta largojë korporatizmin i cili ka ekzistuar në Këshillin Prokurorale të Kosovës dhe pikërisht ky ligj ndoshta do të jetë përgjigja më e mirë e mundshme që do ta largojë këtë mendësinë korporatiste, mendësinë asaj që një grup i caktuar udhëheq dhe funksionon në emër dhe interesa të veta.